somebody who makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey said? And this is where I grew up. I think the president fixed it up. Fillimi I fotogazetarisë bashkohore nisi në Gjermani në vitin 1925. Ngjarja lidhet me shpikjen e aparatit fotografik me objektiv 35 mm, e cila fillimisht u ideua për të shërbyer xhirimit të filmave dhe më pas shkrepjes së fotove. Përpara saj, shkrepja e një fotoje profesionale kërkonte pajisje shumë të mëdha dhe të rënda, të cilat një fotografe kishte të vështirë t'i merrte kudo me vete. Ndaj dhe ndryshimi ishte rrënjësor, pasi për të parën herë vëreje praninë e fotografëve në çdo mjedis për të bërë fotografi të gjalla, po aq sa dhe personazhet që fokusoheshin në to. Bashkëpunimi mes fotografëve dhe gazetave lindi thuajse në të njëjtën periudhë, pasi në shtyp nisën të tregoheshin histori me pak tekst dhe foto aktuale që lidheshin me ngjarjen. Koncepti I të bërit fotografi ndryshoi. Tashmë fotografët nuk kërkonin të shkrepnin imazhe të izoluara për t'u vendosur më pas në album, por imazhe që përcjellnin një mesazh apo edhe një lajm të kërkuar nga redaktorët përkatës. Kështu, kombinimi I fotografisë me gazetarin apo fotogazetaria, një term I krijuar nga historiani Frank Luther Mott, pedagog në University of Missouri School of Journalism, filloi natyrshëm të bëhej familjare pas luftës së dytë botërore. Fotografët e revistave gjermane ishin ata që themeluan të parët konceptet e fotogazetarisë, që në vitin 1933, por me ardhin në pushtet të Hitlerit, shumica e redaktorëve gazetarëve që nuk ju nënshtruan propagandës, u detyruan të largoheshin nga atë dheu, por t'ju drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kushtet ishin pjekur tashmë për krimin e një stili të ngjashëm të raportimit përmes fotografisë, edhe në SBA. Ishte Henry Luce ai që arriti të korrte suksesin e parë, me Time dhe Fortune, dy revistat që ngjallën interes për fotogazetarin. Pas tyre Luce themeloi revistën Life, e cila padritën e botimit në 23 nëntor të vitit 1936. Ajo do të shndrojë në revistën më të njohur të fotogazetarisë. Ajsa mund të thuhet se gjatë luftës, shumica e pamjeve tronditëse të konfliktit u shfaqën më shumë në revistat e përjafshme të fotogazetarisë sesa në shtypin e përditshëm. Secili prej fotografëve përdorte në atë periudhë, por edhe gjatë dekadës së mëpasshme, 50-60, aparate fotografik me objektiv 35 mm të krijuar nga Graflex Camera Company. Më pas u krijua një tjetër aparat, Royal Flex, I cili krijonte më shumë mundësi për lëvizje dhe për masat e negativit ishin më të vogla dhe më pak të kushtueshme. Por nga aparati fotografik, gradualisht, teknologjia e lehtësoi dhe më shumë punën e gazetarëve, të cilët nisën të përdornin aparate gjithnjë më shumë profesional, me një lupë këndgjër dhe më të madhe, në shërbim të fotove më cilësore. Shumë prej këtyre fotove u bën të famshme, aq sa u koleksionuan në një arkiv të posaçëm në Bibliotekën e Kongresit Amerikan. Fotografia është nxitur nga teknologjia, gjithmonë ka qenë, sepse më shumë se çdo art tjetër vizual, fotografia është ndërtuar rreth makinave dhe të paktën deri kohët e fundit edhe nga kimia. Tashmë vërej se cilësia e imazhit është rritur ndjeshëm, ka ndriçim të mirë dhe fokus të mprehtë, si dhe ngjyra të theksuara. A është fotogazetaria për këto arsye më e mirë sot nga çka qenë më herët? Disa fotoreporterë mendojnë se po, e të tjerë jo. Në varësi të asaj çka pëlqejnë, në raport me teknologjinë që përdorin në punën e tyre të përditshme. Por e vërteta është se fotogazetaria ende nuk është aq e rëndësishme në shoqërinë e ditëve të sotme, pasi nuk ka impaktin e televizionit apo edhe të rrjeteve të tjera sociale, të ashtu quajtura media të reja, që janë duke u bërë çdo ditë më popullore. Përshëndetje të nderuar teleshikues të UTV News. Në fakt, zgjodha këtë herë të nisim ndryshe bisedën. Do të hym tani me prezantimin e të ftuarit dhe për të kuptuar se për çfarë do të flasim më gjërësisht gjatë minutave në vijim. Inserti bënte një prezantim për fotogazetarin, rëndësinë që ka pasur ajo ndër vite, që nga momenti kur është krijuar, pra në fillim të viteve 30 për të mbritur deri në ditët e sotme. Ky zhanër është I lëvruar edhe në Shqipëri dhe un kam kënaqësinë të kem të ftuar sot në studio fotoreporterin Hamza Atika. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Përshëndetje dhe faleminderit Evis. Faleminderit edhe ju për gjithë fotografitë që ne do të kemi mundësi që t'i ndjekim sot, sepse realisht do të flasim edhe për fotogazetarin, por duke kombinuar edhe me fotografitë që marrin shkas nga disa prej zhvillimeve kryesore të aktualitetit, duke filluar që nga politika dhe për të vijuar deri tek sporti. Pra do të prekim ndoshta pak në të gjitha fushat. Por para se gjithashtu doja që të flisnim së bashku pak për juve, për ata të cilët nuk ju njohin dhe flas për një publik të gjerë, sepse mes gazetarësh dhe kolegësh edhe ne njihemi, por për sa kohësh më saktë ju ushtroni profesionin e fotoreporterit? Unë ka filluar punë para 10 vitesh në Gazetën Ballkan me shkrimet e para, më pas freelance gjithmonë duke dhënë provat se sa ditë shkruaj, duke gjetur tema, duke fotografuar, duke xhiruar, dhe kronika e parë ka qenë në Top Channel, ku përkthyesi i madh i cili tashmë ka vdekur, s'po kujtohet emri, një tepër figurë lartë, ka qenë kronika e parë që kam bërë në Top Channel. Vajta xhirova vetë në Shkodër, e shkruajta, u prezantova, i thosh janë filani që kam bërë disa shkrime, vajta e banë e pëlqyen dhe futën deri në transmetim. Dhe ka qenë gëzimi më i madh për mua. Ti nuk ishe realisht, domethënë pjesë e stafit të Top Channel, por ishe freelance, bëre një punë të mirë dhe t'u shpërblyer në këtë mënyrë. Mënyra se si e xhirova, se si e shkruajta, i pëlqeu, ishte fatikisht më vjen shumë keq që nuk po e kujtoj dot zotrin. Po pak rëndësi ka kjo, ka rëndësi rezultati në fund. Në këtë moment fillove të i Dante Alighieri se më hani natin me veten time. Në këtë moment fillove që të bindesh që foto. Domethënë edhe gazetaria, por edhe fotografia i qëndronin bashkë si pjesë e pasionit tënd? Po, unë mendoj se që ti je gazetar, normalisht në vend masë kemi bërë dhe montazhin e Photoshopin gjitha, po njerëzit tonë në Shqipëri janë etiketuar që montazhier, fotograf, kameraman ose gazetar ose detyrues emisioni, po normalisht nuk funksionon kështu, sepse leksionet që neve kemi marrë dhe juve jeni kolegë ime, funksionojnë që gazetari duhet ta njohë dhe montazhin dhe fotografinë edhe kamerën madje. Por fal kondicionit tim fizik, sepse unë kam qenë dikur kampion gjimnast, atlet, sportist, siç e dini bëmë ndeshjen parë të bamirësisë me sportistët, me gazetarët dhe me tifozët kuqezinj. Unë fal kondicionit fizik, njohjeve, kam bërë shkollë dite, shkollë natë, ushtri, kam qenë emigrant, kam punuar pothuajse në gjithë Shqipërinë, kam shëtitur. Ashtu sikurse duhet jetë një gazetar, që prek një gjëra të terreni nga afër. Gjëra më kanë ndihmuar sepse gjithmonë ka të bëj kontakti. Çan do filan vend, kam një shokë, ta marr telefon, ta pyesim kush është. Edhe pasaj shprehen njerëzit, proncohen vetëm për juve, bëhesh ekskluziv, vrapon nuk përton, edhe shok pasaj thon, Hamza, ke gjetë ndonjë gjë, ç'a kemi, ç'a do japim, ç'a do bëjmë. Edhe pasaj hapen dyert avash. Po që mendoj se fotografia, meqense e filluam tek fotografia, për mua është magjia. E kaq mund ta mbyllim të koment për fotografinë. Është e vërtetë dhe ndoshta komentet e gjata nuk do të mjaftonin kurse si, sepse ka një impakt shumë të fuqishëm fotografia dhe këtë thoshte edhe materiali që ne sapo ndoqëm, por unë do të isha kurioze të di për një fotoreporter, pra që kombinon pikërisht imazhin me nuhatjen gazetareske. Në ç'më mënyrë i përzgjedh historitë që do të rrëfej përmes fotografisë? Po, gjatë kohës që shkruaj në për gazeta të ndryshme, gjithmonë thosha, kur shikoja politikanë që bëshin debat, shikoja kameramanët ose fotografët, për shembull ishin indiferent në momente që unë thosha sa e bukur kjo foto duhet. Ata kisha këtë foto. Këtu ai e bëri me shenja se ngacmoi. Dhe pastaj fillova vetëm me një kamerë time të vogël, që e ruaj akoma, do ta ruaj me shumë kujdes. Është relike. Ajo është pasuria që më ka bërë të shoh ëndrat me sy hapur. Dhe të mos dal nga tema, Pashkëgjet që quhet ish përkthyesi i madh, ish i dënuar dhe sa e kamera është kronika e parë që kam bërë me të ndjerin dhe më ka thënë një shprehje shumë të bukur, uomo lungo rare sapiens. Njeriu i gjatë është rrallë i mençur, por nëse është i mençur shumë i mençur. Nuk e di pse ma tha këtë fjalë, por më tha që devi essere coraggioso, devi continuare, duhet të vazhdosh ëndrat e tua dhe ka qenë bekimi im që vajta Trokita ke dyert e Top Channel dhe i thash që unë jam Hamzai, dua të bëj të gjë dhe nuk dua ta mohoj të më thënë meritat e zotërisë që e kisha lexuar, edhe të Top Channel që më dha krah sepse aty vazhdova të publikoj përsëri kronika të tjera, siç ishte kronika me fëmijët në kishën e Memalia, që ishte një incident që u bë incident diplomatik sepse u dhunuan të detat e fëmijëve. Dhe pastaj te emisioni Fix Fare, për 3 vjetësh kam çuar kronika ku një nga ato është vlerësuar te 4 vjetori Fixit, një nga 5 kronika më të bukura,
që unë veti xhiroj, veti fotografoj, veti shkruaj dhe e çoj pothuajse produkt të gatshëm që ata bëjnë redaktim në një përshtatje dhe gjithmonë janë botuar lajmet e mia. Kjo ka qenë. Ndërsa për punën e fotografisë, ju përgjigjem juve, duke shkruar nëpër gazetë, duke futur thellë për ato që duke transkriptuar bisedat e politikanëve, intervistat, gjithmonë mendoja këtu ai ishte i mërzhitur, e thaktë, domethënë duhesh edhe një fotografi e bukur që ta përshtasë, jo vetëm grëmat zeza, sado bukur të renditësh grëmat. Njerëzit janë lodhur me rutinën e gazetave, me shtypin që fillon me kronikat e zeza dhe njerëzit duan dhe pak larminë e fotografisë. Nuk është më kot. Po, dhe ndërkohë jemi duke i ndjekur disa fotografi. Këtu është deputeti Dashamir Kamberi, i cili shikonte veten e vet në prononcimin që dha. Dha një ditë më parë prononcimin në seancën e djeshme, zoti Kamberi po kontrollonte shkrimet që ishin bërë për të. Ky është një moment tjetër interesant, se lidhet pak edhe me atë se çfarë ngacmon vëmendjen tuaj. Një moment konsultimi, llogaridhënie, si mund ta quajmë ndoshta nga fytyra. Unë kam bërë një shkrim me gëzuar monizmin demokratik dhe shqiptarët janë shumë të friksuar nga kamerat, nga telefonat dhe gjejnë momente dhe flasin nuk kanë besim as. Këtu janë deputetët të shfrytëzojnë. Ka goxha kohë të lirë për të mbushur në parlament, disa vizatojnë, disa edhe lexojnë libra. Kjo është deputetja Voltana Ademi, e cila është shumë e apasionuar mbas librave dhe më pëlqeu se më tha unë sa dalin treg, shkoi tek librat për të zgjedhur, për të blerë libra të bukur dhe debatonte me kolegun. Kjo është foto para 4-5 muajve. Është edhe një foto tjetër shumë interesante, ajo e para fare në blokun e politikës, unë do doja që ta rishikonin bashkë, se kishte një kënd shumë interesant, nga seanca e djeshme ishte ajo në fakt, ishte momenti në të cilin zoti Pollo fliste nga foltoria, por ndërkohë në mënyrë lineare, në objektiv ishin edhe kreu i qeverisë dhe pak më mbrapa ishte dhe drejtuesi i seancës. Po që flasin zoti Meta, në të gjithë secili me një lloj pamje shumë të qeshur dhe as pak të shqetësuar nga gjitha i debat. Si është, e di çfarë dua të bëj dhe një pyetje, që lidhet pak edhe me pjesën se çfarë shfaqet në media dhe si është realisht. Shumë persona të cilët punojnë, që punojnë në media, gazetarë kryesisht, fotoreporterë si puna juaj, shohin dhe ndryshimin se çfarë ndodh në momentin që pozicionohesh për të shkrepur aparatin apo për të xhiruar me kamera dhe çfarë ndodh kur kamera është off, pra flas në raport me aktorët politik. Jo kuptova shumë ja. Fatkeqësisht mas media shqiptare, që është mbi ngarkesë për frymë popullsie, dhe tepër luksoze në hapësirat digitalve, që do të kishin zili këto stacionet të studio dhe vendet e rajonit edhe të Ballkanit, kanë ndikuar keq në perceptimin e lajmit dhe të figurave që neve i njohim në të vërtetë sipas ekranit, sepse otherwise është pas këtij ekrani. Dhe ajo që mund ka bërë përshtypje është se njerëzit ndihen shumë keq ose shumë mirë kur ti bën ashtu quhet më blog gazetares, sepse kënaqen kur ti i nxjerr diçka të bukur që ai diktat që ato kanë tek media që kontrollojnë nuk ja kanë nxjerr këtë veçori. Ndërkohë që bëjnë shumë keq sepse thonë unë i kontrolloj gjithë, po ti pse ndole jashtë rreshtit. Sepse shqiptarët, siç e thash një herë, kemi diskutuar që kemë gëzuar monizmin demokratik. Shqiptarët duan të jenë edhe monizëm, edhe demokraci. Këtu ka një përplasje ku unë kam dalë nga rreshti. Mua më pëlqen të bëj ato që dua vetë. Kam shkruar analizat, ju keni lexuar vetë faqet para, ato që dua vetë. Kjo është arsye pse je freelance apo jo? Po, unë kam mbijetuar fal ëndrrës time, fal dëshirës për punë të pastër, ku gjithmonë jam ndier i vlerësuar, në radh parë moralisht, dhe në anën e dytë ekonomikisht, sepse puna vjen një moment jemi në kapitalizëm, çdo njeri thotë nuk më intereson sa kushton. Faleminderit që më ke fotografuar, më ke xhiruar, më ke shkruar në gazetë, sa kushton? S'është ndonjë gjë. Pra, është marrëdhënie e pastër, interesash që shkëmbehen mes njëra tjetrës. Megjithatë, ndërkohë do të kemi edhe një blog tjetër. Kjo është një foto që Kjo është një foto interesante, është një foto gati e çuditshme, do të thoja unë. Kjo foto është përgjigje më saktë ndaj asaj që juve më pyetët. Kamerat nuk e kam parë të, po aftësia ime është që unë nuk shoh vetëm liderin që flet foli Rama, foli Berisha, siç janë mësuar shqiptarë që janë populistë, edhe duan vetëm liderin e tyre dhe të tjerët i duken gjithë armiq. Për mua ka rëndësi që ai kompjuter, që është pasuri e popullit, në atë parlament që janë vetëm 140 burra dhe gra, ata njerëz bëjnë të tilla gjëra dhe unë nuk mund t'ia fal vetes se ta shoh me sy dhe mos ta transmetoj.
Është e vërtet. Në fakt, ai kompjuter përfundon poshtë tavolinës, sepse kjo është një nga seritë 3-4 fotove që tregojnë veprimin të fragmentarizuar. Po, i kam kapur step by step. Edhe pas një jave u hoqën kompjuterat, siç dihet, sepse u transmetuan. Atëherë 2 fotografi që më kam publikuar, që i morën dhe gazetat e tjera të cilat i referohen portalit tim Kuraj.org, që i marrin me logon tim dhe i publikojnë faqet para apertur. Çfarë ndodh? Ndodh që bëhet debat i madh mes personelit të kuvendit dhe hiqen kompjuterat, sepse u demaskua një gjest që ndofta dhe ato kompjuterat mund të ishin aty sepse deputetët i bezdisin, por ata deputet me gentleman mund të ishin me punonjës, thoshin nuk e dua Katarina ime, po jo të bëheshin vetë tepër aktiv, ndërkohë që në parlament kamerat transmetojnë diçka tjetër, ndërsa këta bëjnë gjë ndryshme. Kam botuar në faqet para gazetat deputet që plotësojnë dhe skedina, po nuk i gjeta dot fotot për shpejtësi sepse kam mbi 150.000 foto dhe nuk arrit dot domethënë ti kontrolloj aq. Interesant, çfarë mund të gjesh? Domethënë cila nga këto le të themi terrenet janë do t'i cilësoj si më të favorshmet për të gjetur gjëra të bukura, nga këto gjërat pikante që do të ndjekim edhe sërish me bllokun tjetër, i lutem ndërkohë regjis, me bllokun e fotove që vijnë nga kryeqyteti, nga Tirana. Cilat janë terrenet më pikante? Është parlamenti një ndër to? Parlamenti, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë është zemra një kombëri. Aty mblidhen burrat e gratë, njerëzit më të mençur, janë ligjvënësit që japin frym shoqërisë, që bëjnë reforma, që ndikojnë direkt në jetën tonë. Dhe sado hipokriti jemi, unë ndjej për kënaqësi që unë kam 10 vjet një arkiv të pasur, që i njoh gjithë deputetët me emër, me mbiemër, ndoshta edhe me familje se marrin dhe për punën tyre personale. Dhe transmetoj ato që kam transmetuar, se s'do të flas me vend e parë në një se unë. Jo, absolutisht, nuk ka lidhje. Intervista është drejtuar pikërisht ndaj punës suaj. Por parlamenti është i parë. Parlamenti është i pari. E dyta për mua është teatri. Unë nëse nuk iki një javë në teatr, domethënë këtu poshtë tek teatri i Metropolit, teatri komedisë ose në opera, domethënë unë nuk flet dot gjumë, nuk e shty dot javën mirë, më mungon diçka nëse unë nuk jam mes artistëve. I kam pothuajse mbi 70 shfaqje. Gjithë aktorët i kam të fotografuar, të xhiruar dhe merr keq se edhe për 2 nga kolosët siç janë Blan Trebicka, Drita Pelingu, Fatos Sela që janë larguar, unë kam transmetuar nëpër media fotot e fundit, xhirimet e fundit të tyre, veprat e tyre. Madje Çiçone që ka lozur, që kanë interpretuar Hervin Çuli para 8 vjetësh, bashkë me Fatos Selën dhe Lan Trebicën, është e vetmja video që unë e kam regjistruar, pasioni im i kam marrë intervista pas kujtave. Sepse mua kështu më ka pëlqyer të punoj, të bëj atë që nuk e bëjnë të tjerë, sepse ajo ka mbijetuar faktikisht, përderisa është botuar aperturë nëpër gazeta, televizionet më të rëndësishme. Vlerësuar dhe me çmime do thotë që diçka ka ekzistuar. Ndërkohë jemi duke ndjekur pak edhe fotografi të tjera, këto janë pjesë nga Tirana. Tirana është vërtet qytet kontradiktash dhe paradoksesh të mëdha, për shembull këtu kemi në trotuar ishte pak më përpara duke kaluar me karrocë dhe me kuaj në trotuar. Edhe kjo është interesante, domethënë energjia dhe siguria nuk shkojnë bashkë me njëra tjetrën në këtë rast. Ata punojnë janë shumë të riskuar. Shumë të riskuar janë. Si Deda Fillorojci 1960-s. Deda Fillorojci, por këtu janë të elektriku, punojnë Çezit, që punojnë jashtë kushteve teknike, hypin në përshtylla për të na dhënë neve dritë, ndërsa Çezi kaosi që u krijua me privatizimin, me dështimin, me minus 20 metra të ashti që kemi Fierzën që importi e tjera me 200 milion euro të cilat nuk akumulohen dot, me 50% humbje në rrjet, ku di më duket me vërtet një kufom, nuk më pëlqeu. Edhe ndërkohë në këtë kontekst flitet edhe për mundësinë e rritjes së çmimit, që është akoma edhe më e ndjeshme apo sensitive. U diskutua në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, unë isha prezent. Nuk mendohet që në 2014 të ketë, po 2015 do të trokasin këmbanat e alarmit. Edhe privatizimet, unë e kam thënë dhe diku, kjo është një foto shumë e bukur, ja adhuroj të foto. Kjo është vërtet një foto shumë e bukur, sepse mund ta lidhim pak me ditën e sotme, sepse nuk është shkrepur ditën e sotme, por është kjo koha pak e vranët në cilën edhe ndriçimi është i bukur, ëh? Po, unë këtë kam që e mbaj aparatin me vete, sepse rruga Shqipëria ka shumë surpriza, fatkeqësisht, jo edhe të këndshme. Por kryeqyteti ynë nuk është vetëm kryeqyteti ynë. Unë gjithmonë insistoj dhe e them që Shqipëria 94.000 km2 ka Tiranën për kryeqytet. Një shqiptar që është Preshevë, Bujanossi, është Maqedoni, Malzi, i ka sy tek Tirana dhe neve do të jemi çik më të përgjegjshëm për veprimet, sidomos politikanë, po edhe media që transmeton, do të japi çik kurajo, nuk po flas për sa i po 1.2 milion shqiptarë që janë në BE. Do të shfaqim ndonjëherë dhe imazhe të bukura. Do të japim kurajo. Unë jam partizan i asaj. Edhe ky është një tjetër imazh i bukur. Shumë i bukur është. Kjo foto ka 8 vjet ndofta.
Ishte veçantë për dritën që ka apo jo? Po ishte errësirë komplet. I punoni fotot? Jo. Zakonisht? Jo, mos më pëlqen Photoshopi. Photoshopi për mua është thjesht domethënë një drejtim fotoje, një sistemim ose një person brapa që nuk ka pse të jetë. E qartë. Prezent, por që Jo të luhet me kontrast apo me ndriçim. Jo, artificial nuk më pëlqen. Këtu është një foto në kuvend, kam qenë i parë që kam denoncuar me foto dhe me shkrime gjoba që deputetët merrnin nga policia, ku ministri i Brendshëm filloi të vinte disi rend në kryeqytet, por shiko ç'u ndodh. Mund në kuvendin e Shqipërisë, punojësi i gardës, polici kanë mbrapa tyreve, ndërkohë që ata pretendojnë të gjejnë kush është deputeti që ka zënë rrugën me makinë, një qytetar, nuk e di çfarë komiteti, ndoshta komiteti i Rom është, që me ato tricikla që i sajojnë vetë pa kushte teknike, pa siguri, në mes të bllokut ata dalin nëpër gazanat e plerave që hapin edhe sëmundje sepse duke i hapur. Sigurisht. Po pa kushte teknike ata përdorin shpesh dhe për transportin e njerëzve. Është një foto tjetër pas kësaj. Po. Nëse do të kemi mundësi që ta ndjekim, edhe ajo foto është shumë interesante sepse ka është një person që ka hyrë sipër një karroce të tillë të improvisuar, është kjo këtu. Edhe ke rrugë barikadave në mes të Tiranës. Në mes të bulevardit. Mes bulevardit njerëzit kalojnë, nuk e di, se kuptoj se nga duhet të filloj rendi. Mendoj se disa gjëra të vogla. Unë mendoj që ndoshta kjo mund të jetë një alternativë transporti publik nëse çmimi i biletës rritet paktën. Jo, nuk besoj se do arrin deri aty sepse neve presim statusin qershor të vonuar 4 herë. Në fakt është interesante edhe diçka tjetër që unë do doja të diskutonim së bashku dhe që del edhe pak nga inserti që ne ndoqëm. Thuhet se ndër gjithë profilet e gazetarisë, fotogazetaria, pra fotoreporteri, është në një pozicion më të ekspozuar ndaj rrezikut sesa profilet e tjera, po të quajmë të gazetarisë, pikërisht për shkak të specifikës. Ati duhet që të shkojë në terren shumë pranë vendit ku po ndodh ngjarja, aksioni etj dhe të fotografojë atë që njerëzit nuk të donin që të shikohesha. Kjo ndoshta mbase mund ta lidhim edhe me kontekste të caktuara, mbas reporterët e luftës janë më të ekspozuar ndaj këtij rreziku që po flas. Por nuk e di, në këto 10 vjet e keni ndjerë ndonjëherë veten të riskuar në këtë profesion që keni zgjedhur? Rreziku më i madh ka qenë në 21 janar. Aty kanë bërë 817 foto. Se i kam të gjitha arkiv dhe më e keqja është se unë publikova para 2 javësh, besoj ju keni parë në portalin tim, që me ata ish punonjës, një pjesë e tyre që janë larguar nga puna të forcave speciale që mbrojnë personat VIP shqiptar, unë xhirova dhe fotografova në brekun e detit se si ata i mbrojnë ta njerëz, improvisuam një film me metrazh shkurtër dhe me ata njerëz unë punova 2 ditë, mbas 2 muajve, unë nëpër plasa në barikadat ku ata duhet mbronin selinë e kryeministrisë që një turm njerëzish nda është quajtur protestë paqësore, për 4 orë gjuanin me gur, dogjën 28 makina, hodhën për buzën dhe flamurin kombëtar. Edhe unë isha prezent aty dhe normalisht falë zotit kam shpëtuar, nuk e di as vetë kur e kujtoj, kur shikoj ato fotografi ndiem shumë keq. Madje dicitura ka qenë populli im, ku po vete. Në shumë domethënëse në fakt. Madje në protestën që Selia Blu organizoi me rastin e 20 shkurtit, unë kam dalë një ditë përpara me një shkrim, me një analizë në 2 gazeta, aperturë dhe jam shprehur tekstualisht që pazatës 20 nuk do të vite ata 21. Sepse e kam frikë të popull që bëhet militant i llogorëve të pa dëshiruar dhe të pa merituar që neve si kombë akoma nuk kemi mbyllur plagët e ish diktaturës dhe hapim plagë të reja me heronj artificial që për mua nuk i pranon e mbar shoqëria, i pranon thjesht parcela politike që i krijon ndoshta edhe për shkak të mbjellë dhe i mban për ikona për të nxefur qëllimet e tyreve sepse siç dihet në pushtet janë 3-4 miliardë euro buxhet në vit plus 4.5 Lazarati dhe për 4 vjet shkojnë miliarda euro. Normalisht lufta bëhet për 30-40 miliardë për 4 vjet. Që normalisht me kaq korrupsion, me kaq raportime që bën zoti Leskaj, abuzime dhe që nuk kthehet asnjë lek mbrapsht, gjithë janë të gëzuar nga ata. Nëse ne si popull shtyhemi dhe hypim nëpër karroca. E qartë, është realiteti i një hendeku që ekziston ndoshta midis zgjedhësit dhe të zgjedhurëve. Megjithatë, ndalemi pak tek një tjetër blok, fotosh, janë fotot që i kushtojnë kulturës, aktiviteteve kryesisht, e the pak më përpara që nuk i ndash asnjëherë teatrit. Ndoshta teatrit të operas, po edhe teatrit kombëtar. Edhe filmet e dua shumë Martin. Edhe filmit gjithashtu. Ke qenë i pranishëm në 2 premiera të rëndësishme në Tiranë, ka qenë premiera e filmit Amanet dhe gjithashtu dhe premiera e operës Madame Butterfly. Kemi parë dhe performancën e mrekullueshme të Ermonela Jaos. Kemi në këto momente
çiftet VIP të quajmë kështu, ishte zoti Bushati me bashortën e tij dhe ja Linda Rama me Zonja Rama, pra me kryeministrin, me bashortin e saj. Dhe këta janë momente të amanetit. Kjo është aktoreja Eva Lika me djalin e saj. Kanë qenë aktore protagoniste në film. Këtu është Zonja Malina Bregu. Bashkëshortja në fakt e regjizor Zotja Jazi. Kemi dhe zotin Ayazi këtu. Si ndodhi, domethënë, çfarë mundohesh të kapësh në premiera, sepse çfarë të çante kanë premierat e aktiviteteve ose eventeve artistike? Normalisht përpara se sa të ftohesh diku nuk është rastësi, nuk është aksident që do të jesh i gatshëm të përgatitesh që çfarë do të kapësh, dihet që ka një premierë, kush los, futesh bën një search, takohesh, kontakton dhe përgatitesh edhe për pjesëmarrjen. Eksperjenca na ka bërë që të kuptojmë edhe lëvizjet, skemën, gjeometrinë. Unë për shembull kam një diçka personale që po ju tregoj edhe gjithë atyreve që duan gazetarin, fotoreporterin. Unë i kam fotografuar gjithë sallat dhe di gjeometrinë se ku do të qëndrojnë, ku është lideri, ku është shefi, ku është roja që të shtyjnë vetëm të shtyjnë largo nga shefi, sepse atë kënaqësi kanë ata që ja unë shef mund ta hapa rrugën, se aq punë din bëjnë. Kjo është vërtet pjesë edhe vështirësive të përditshme të punës së gazetarit. Shumë e rëndë, edhe normalisht unë njoh dhe personazhet, por që u pëlqen edhe të pozojnë, sepse sado që ti kritikosh në Shqipëri dhe po të thuash të vërtetën dhe po të kritikosh bëhesh hero. Emërohesh, bëhesh drejtor, bëhesh VIP, nuk ka, domethënë fatkeqësisht është ajo që unë thash në fillim që mass media ka ndikuar jo për mirë në misionin e saj që në Europë nuk ndodh kjo. Në Europë nuk ndodh kjo. Me këto denoncime që bëjmë neve këta njerëz, domethënë të dalin përsëri të riciklohen, të riformatohen politik, duke dështuar, duke pasur gjithë akuza, nuk e di, po që kjo është një plagë sociale që çfarë bën një fotografi që të jetë fotografi e mirë, të ngacmojë ndjesi artistike më shumë apo të tregojë qartë historinë, ngjarjen, atë çka po ndodh? Atëherë, gjithmonë është përvoja që unë kudo që jam e di pak a shumë se çfarë do të ndodhi, e parashikoj, e parandjej. Dhe në momentin që është dhe një diçka, nuk e di si nuk ja u them, është feeling brenda vetes. Unë për shembull kur kam bërë në kurs më dalta informacione me Paolo Gambeshën, gazetarin i cili ka bërë librin e mafjes, që është plagosur 2 herë dhe i famshëm. I thash profesorit, unë thash, ngjehet mishi pas se ta bëj një fotografi, domethënë kur e ndjej që ma ndjen trupi, ma ndjen syri, ma ndjen shpirti, shkoj fotografi dhe ajo foto normalisht është foto. Pse? Sepse unë e ndjej, e di se çfarë do ndodhi, di që kjo është. Po është fakti që unë për shembull kam shumë vite që kam lexuar, mbaj mend që 70 vjeç babai më dërgonte të blija gazetën Drita, ka qenë 5 lekë. Ditë djele duhet të janë rradh blija gazetën Drita. Më thoshte lexoje, edhe këtë kujtoj që babai nuk më jeton më. Babai më thoshte kur punonte në Elbasan, do blesh një gazetë çfarë duash ti, po do më shënosh me gërma, do më shënosh atë fjali që ty të pëlqen. Edhe mendoj se ka qenë babai më ai që më ka edukuar. Ushqyer në këtë pjesë. Është e veçantë në fakt marrëdhënia që vendoset me gazetarinë, sepse përgjithsisht sot, për shembull, tërheqja më e madhe është ekrani. Ekrani është shumë atraktiv dhe është një nxitës i mirë ndoshta edhe për të rinjt për të qenë aty mbas ekranit dhe për të qenë edhe ata të fapshëm, të njohur, sikurse janë personazhet që dalin sot. Por e vërteta është që pasioni gjendet pikërisht te këto detaje të tilla, te këto detaje që ju sapo treguat. Ne ndalemi te një blok tjetër, është sporti. Lëvizim tek pjesa e sportit dhe tek një ndeshje që përfundoi vërtet në mënyrë jo të mirë, ta quajmë pak në mënyrë eufemike kështu, sepse është momenti i ndeshjes Tirana Partizani apo jo? Derbi Partizani Tirana. Po. Dhe unë zgjova që të isha prezent në shkallët e stadiumit, jo në tribunën VIP ku jemi gazetarë, sepse kisha shumë impulse nga tifozët e Partizanit dhe të Tiranës që do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, do bëjmë kështu dhe mua nuk më pëlqen dhe desha të isha vetë prezent. Pra kishe premisat e një konflikti që mund të Kisha premisat dhe normalisht unë kam bërë dhe shkrim për këtë gjë, që policia jonë është shumë diletante përballë një derbi. Kujtoj tu që në Rom, Lazio ose në Greqi ose në Suedi para një muaji që u vra një djalë, më thënë policia jonë është e përgatitur përballë turmave të tifozëve. Nuk di ta menaxhoj. Dhe faktikisht unë kam denoncuar me foto, me shkrime, të cilat janë therrse, do të thoshe që një fëmijë 10 vjeç ka përcen telat me maja dhe policët e shikojnë. Ky djali këtu provokon përpara policëve
tifozët. Po çfarë detyre ka policia që të bëjë që rrjeti, por unë nuk e kuptoj. Jo, ata janë duke bërë indiferentët aty dukshëm. Se ai djalë është i pa ndërgjeshëm për atë që bën, po ai provokon qindra mijëra njerëz janë në stadium. Kemi dhe një tjetër veprim pas kësaj që është akoma dhe më shokues. Kundër përgjigjet të djali i Partizan. Ky shkon tash i ket tifozë e Partizanit dhe bën shenjat e gishave të cilat janë tamam kështu, ul flamurin e Tiranës në tokë dhe i provokon. Edhe unë kam kapur me foto përsëri nga maja e stadiumit se çfarë kanë bërë tifozët e Partizanit kur do në përjashta. Duke vënë zjarr, duke provokuar urdhër. Dhe kjo është pjesa e fundit. Atëherë, çfarë ndodh që një djalë i vogël, nëse do ishte çfarë shkakton e gjitha kjo, sepse këtu ishte finalja e konfliktit pas ndeshjes apo? Pas ndeshjes, domethënë u bllokuan tifozët e Tiranës, derisa turma u postua dhe situata doli në kontroll për mos pasur konflikt, atëherë dy fëmijë të vegjël, të cilët ka përcen terat përpara policëve, krijojnë këtë situatë që del nga duart policisë. Dhe unë se kuptoj pse shkojnë gjatë policën. Aty. Janë vërtet situata që evidentojnë dhe një problematik që sidomos në sportin shqiptar është shumë e pranishme, dhuna dëmton shumë sportin, dëmton edhe ndoshta mesazhin që duhet përcjell çdo aktivitet sportiv në themel. Për shembull, ju keni qenë dhe promotor, sikurse thatë pak më përpara, të aktiviteteve që kanë sportive, por që kanë në themel bamirësi. Pra, sporti mund të shërbejë për gjëra të tilla shumë herë më mirë se sa për të përcjellë dhunë dhe konflikte që nuk na duhen. Një shoqëri si kjo jonë e Brishta, mendoj se në stadium njerëzit sikur lirohen, bërtasin, nxjerrin gjithë ato marazhet e ditës së javës që akumulojnë. Jo, është vërtet një problematik që ja vlen që të ndalesh për ta vëzhguar sidomos në pjesa e rendit dhe sigurisë që duhet garantohet më shumë. Besoj kolegët tanë që na kanë shkuar punë aty do ta debatojnë çik me këshilltarët e ministrit për të marrë masën. Në qoftë se ndalemi në fund tek pjesa që është shumë e rëndësishme, pak më përpara e preke dhe thënë kapitalizëm është shumë e qartë, do bësh punën, do paguash etj etj. Thej që ke arritur të mbjetosh, po është e vështirë të bësh fotoreporterin freelance, gazetarin freelance në Shqipëri si funksionon. Unë di që aktualisht është e vështirë të jesh edhe thjesht gazetar me një rrogë fikse që janë 25% të papaguar. Domethënë në këtë pikë është e vështirë të jesh freelance në Shqipëri në këtë periudhë? Normalisht është e vështirë, por unë kam punuar, më përpara kam qenë dhe emigrant, kam ndërtuar diçka prapavi, e cila më mban me atë garancinë e minimumit etik dhe këtë punë pastaj zbrazim talentin, njohjet, aftësitë, pasionin, sepse kjo punë më radh para është pasion. Fakti që unë mbjetoj dal paradite dhe kthehem shpesh edhe në 10-12 darkës, ku mbaron një ndeshje, ku mbaron një teatr, ku mbaron një sfilat mode, tregon se unë kam shumë pasion për këtë punë. Dhe arkiva që kam, unë nuk kam kohë, domethënë që të shoh fotot e mia. Nuk kam kohë që të gjej atë, se normalisht mund ta kisha pasuruar edhe më bukur këtë emision, por që shpresojmë bashkë të krijojmë një. Sigurisht. Hapësirat janë, por vetëm duhet kuptuar që mbase do të japim më shumë vëmendje fotogazetarisë me të drejtë, sepse shfaqen disa elemente. Është akoma e pandërtuar në Shqipëri. Gazetat shqiptare akoma nuk e kuptojnë peshën e fotografisë. Dhe televizioni, po të shikosh unë për shembull jam xhelos me profesionistët që janë të Reuters, BBC-s dhe një moment caktuar ulem dhe shikoj fotografitë çfarë kanë transmetuar. Ose unë kam punuar një vit korrespondent për radion Europa e Lirë dhe normalisht unë nuk flet të gjumë, por nuk pash radion Europa e Lirë, po edhe fotot. Çfarë të kanë transmetuar? Sidomos është situata aktuale që është në Ukrainë. Atëherë, nga këto mesazhe, unë sikur filtroj nervat e mia, aftësitë e mia, se çfarë kanë bërë dhe them prit, se unë isha aty, por nuk bëra këtë që për shembull ka bërë kolegu im. Sepse ka dhe korrespondent këtu që dërgojnë foto dhe unë kam qenë aty të them pse nuk e bëra këtë, më jam akoma i papërgatitur për ta kërkon gjithmonë më shumë nga vetja. Normalisht nocioni i jetës është progresi dhe njeriu ka konkurrencë në atë parë, betejën duhet ta ketë me veten e tij. Shumë e drejtë. Pastaj me kolegët që unë nuk jam xhelos pse juve bë të punë, them bravo qoftë, ta gëzosh. Si mund ta bëjmë më mirë? Po unë them, po unë si mund ta bëj këtë punë? Atëherë shoqërojmë njëri tjetrin, mendojmë me gentleman. Unë falenderoj shumë për praninë në studio, për fotografitë që ndam së bashku dhe jam bie dakord me ty në një pikërisht për atë që sapo the, që fotogazetarisë nuk është dhënë pesha e duhur dhe në të vërtetë historia e fotogazetarisë, cilën e ndoqëm pak përpara pra në hyrjet e emisionit, tregon se sa fuqi ka fotografia. Fuqinë e ndryshimit
të sjelljes, të mendimit, të qëndrimit të njerëzve në raport me gjithçka që është pjesë e fenomeneve negative, po të pashmangshme të jetës, të cilat nuk pretendojmë t'i zhdukim, po të paktën t'i zbusim e të reduktojmë, sepse ky është dhe misioni i gazetarisë në thelb. Prandaj unë të falenderoj dhe të uroj vërtet shumë suksese të mëtejshme në profesionin dhe punën tënde të përditshme. Faleminderit juve, suksese dhe juve në punën tuaj. Faleminderit. Dashur miq, kemi qenë të pjesë të parë me fotoreporterin Hamza Hatika. Ne rikthehemi pas ndërprerjes publicitare, por do të kemi një tjetër të ftuar, cilën do ta zbulojmë sërish. Qëndroni me ne pas ndërprerjes publicitare. Rikthehemi në studio, jam me sociologun Gëzim Tushi. Përshëndetje, mirë se erdhët në UTV News. Faleminderit për ftesën tuaj. Ju rivini në UTV News dhe unë jam shumë e kënaqur që këtë herë do të prezantojmë së bashku librin tuaj të ri, Qytetari dhe koha moderne. Është një titull shumë ngacmues do të thoja unë, sepse unë kam dhe disa pyetje që më lindin pikërisht duke shfletuar librin dhe është me interes të kuptojmë shqetësimin e kahershëm që ekziston me kohët moderne. Konservatorët, por edhe ata të cilët janë, le të themi, qasësit më të shpejt të kohëve moderne, që përshtaten më lehtësisht me të gjitha këto ndryshime, në fakt kanë këndvështrime të ndryshme në raport me atë se çfarë sjell kohët moderne, por libri juaj çfarë sjell si risi në vetvete, pikërisht në një tematikë që është e trajtuar gjërësisht. Siç ju e thatë, ky raport i qytetarit i njeriut me kohën është një shqetësim universal dhe në çdo kohë është ky shqetësim i raportit i njeriut me kohën e tij. Dhe unë pikërisht e kam trajtuar në këndshkimin e këtij raporti me kohën dhe jo në raport të themi me shoqërinë, siç do të ishte e zakonshme të trajtoj, megjithë që është e natyrshme që koha përmbledh edhe shoqërinë, dhe në këtë kontekst unë jam munduar në mënyrë gjërësisht të trajtoj pikërisht këtë raport të këtij njeriu, dilemat e tij ekzistenciale, nevojat e ndriçimit të themi të ekzistencës së këtij qytetari në këto kohë moderne, në këto kohë që ndryshojnë me shumë shpejtësi, që kanë një dinamik të papërmbajtshme, her pas here janë shumë eruptive, janë kohërat që janë të paqëndrueshme dhe natyrisht që qytetari përballë kësaj kohe që lëviz me shpejtësi, her pas here është i turbulluar, her pas here ka shqetësime ekzistenciale, nuk di ku jeton, s'di si të orientohet me kohën e vet, s'di ç'do ndodhi të nesërmen, është i paqartë her pas here dhe me të kaluarën. Pra ky qytetari i kohës së sotshme është me të vërtetë ka nevojë për një lloj ndriçimi ekzistence që do ta quante Milan Kundera, dhe unë në një farë mënyrë jam përpjekur të jap një përgjigje, domethënë që kjo është koha dhe qytetari jeton në këtë kohë dhe duhet i përgjigjet kësaj kohe. Tani dilema, ekuacioni është dhe libri këtë ka si qëllim të thotë që kush duhet ndryshoj koha apo duhet ndryshoj qytetari, kush duhet të përshtatet, koha do përshtatet me qytetarin apo qytetari duhet përshtatet me kohën e vet. Sigurisht koha jo në kuptimin astronomik, por në kuptimin social ka ato paradigmat e veta, ka modelet e veta, ka imperativat e veta, her pas here janë pandryshueshme. Unë jam kurioze t'ju bëj një pyetje për kohën në kontekstin social, pra të shoqërisë dhe të periudhës që ne jetojmë. Ka ndonjë ndryshim kohët moderne shqiptare, po të quajnë me kohët moderne të perëndimit, duke pasur parasysh faktin që e kaluara jon ka qenë shumë ndryshe nga e kaluara në të gjitha dimensionet e saj, pra të zhvillimit të një shoqërie me vendet e tjera të perëndimit. Janë kohët moderne që po jetojmë ne të njëjtat me të njëjtat shqetësime, me të njëjtat problematika, sikurse mund të jenë edhe në shoqëritë e vendeve të tjera më të zhvilluara? Pyetja ju është shumë komplekse dhe është jashtëzakonisht e gjerë për ta trajtuar deri në fund, po unë do përpiqem në mënyrë sintetike. Është e çuditshme dhe duhet ta pranojmë që interesant është që ky njeriu shqiptar, qytetari shqiptar ka një dinamizëm të çuditshëm dhe ka një aftësi përshtatëse, jo vetëm biologjike, por dhe sociale me kohën të çuditshme. Ne kemi problemet tona natyrisht. Keni parasysh që të themi nga vitet 70 të shekullit kaluar, sipas gjykimit tim, po dhe sipas gjykimit të filozofëve dhe sociologëve të tjerë, ndali epoka moderne dhe filloi një epokë akoma më e zhvilluar që është epoka postmoderne. Epoka postmoderne, për cilën ka një debat shumë të madh, ka filozofë që se pranojnë termin postmoderne, po thonë moderne e shtyr, moderne e zhvilluar, ka një debat midis të themi Jürgen Habermasit, që është filozofi i shkollës Frankfurtit, i cili nuk e pranon termin postmodern. Anthony Giddens thotë ta quajmë modernitet i shtyr, domethënë i tejkaluar. Në konceptin tim më pëlqen termi postmodern sepse nisëm nga parimi që vitet 70 të shekullit kaluar janë limitet kohore që i dhanë fund epokës moderne në perëndim. Keni parasysh, nëse që ata që kanë ndjekur zhvillimet, lëvizja e studentëve në Francë, punëtorëve në Francë në vitin 1968 ishte një
një revolucion i vërtet postmodern që ndërpreu modernitetin, sepse koha moderne ka filluar nga viti 1820, 1850 dhe në vitin 1970 pati dilemat e veta. U goditën disa institucione të rëndësishme të modernitetit, siç ishte familja, shkolla, morali, seksualiteti. Besoj ju kujtohet që u fol për ta ashtu quajturin revolucion seksual, që u fol për liberalizimin e seksualitetit, u fol që mori fund epoka viktoriane e martesës pa divorc, u fol që nuk mund të mbijet martesa institucioni seksualitetit, u godit familja dhe autoritarizmi i saj, u godit shkolla dhe autoritarizmi i raporteve pedagog-student. Të gjitha këto mund të duken si të parëndësishme, por në një farë mënyrë këto ishin mua më duken që janë po kaq të rëndësishme edhe sot. Edhe sot janë të rëndësishme. Domethënë edhe sot ne vetë dëgjojmë që ka goxha diskutime për të gjitha këto tematika që ju është vërtet kufiri i modernizmit me postmodernizmin ato vite. Sipas gjykimit tim po. Sipas gjykimit tim po. Edhe pse diskutimi vazhdon. Vazhdon diskutimi, po unë jam i mendimit sepse janë prekur gur të rëndësishëm piketa themelore të qytetërimit modern në një farë mënyrë të themi kujdi unë, mori fund morali viktorian, supozojmë ishte një gjë shumë e rëndësishme kjo, do në deri në atë periudhë kishte disa tabu të paprekshme të modernitetit. Filloi periudha postmoderne, tani kur e krahasojmë ne me veten tonë dhe me qytetërimin tonë, se do thonë të tjerë që çfarë po thoni me këtë gjë. Po sigurisht, në atë kohë ne kemi qenë errësirë të plot. Keni parasysh në vitet 70 të shekullit kaluar u bën ndonjë tentativë vogël për të iluminuar dhe ajo ndërpre pas 2 vjetë sepse u kuptua që shqiptarët e ndjen erën e perëndimit, e ndjen erën e postmodernitetit, i ndjen imperativat e qytetërimit postmodern, por elita politike e asaj kohe, sundimtarët, të themi, të asaj kohe e kuptuan këtë dhe i ulën dritat dhe e lanë vendin tonë errësirë, deri në vitin 90 duke jetuar në një lloj tradicionalizmi, në një lloj konservatorizmi, me disa modele jete primitive, gati primitive do të thosha, me disa njerëz që nuk ishin qytetar, po ishin nën shtetas dhe ky është një problem që e trajtoj gjithësisht në librin tim, nuk ishin qytetar, nuk ishin të drejtën të ishin të pavarur në jetën e tyre personale etj. Ne natyrisht kemi një spostim në kohë, si në të gjitha gjërat për fatin e keq historik tonin, kur të tjerët po ka përxenin kufit e postmodernitetit, ne ishim akoma në periudhën konservatore dhe tradicionale, por e çuditshme është që pas viteve 90 ritmi, tempi i ndryshimit i jetës tonë ishte i jashtëzakonshëm. Është i jashtëzakonshëm. Ne mund të kemi 100.000 metra në fushën politike, probleme të mëdha kemi ekonomike, probleme kemi me arsimin, kemi shumë probleme, po timbri qytetar është shumë dinamik, dhe natyrisht jo në kuptimin sasior, sepse mund të thoni dhe ka shumë probleme që unë i trajtoj në librin tim që e shëmtojnë qytetërimin tonë, që nuk janë element të postmodernitetit, po unë në këtë rast po flas me idenë që në një farë mënyrë kemi një adoptim, ka një plasticitet social, shoqëria dhe qytetërimi ynë që e ndjen veten kompatibël me këto ndryshime që po ndodhin sot në Europë, dhe kjo është një shpresë shumë e mirë që kam unë për qytetërimin shqiptar. Cilat janë sfidat që ka qytetari shqiptar si qytetari i botës? Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse ka të bëjë me orientimin si në një farë mënyre të qytetarit global që po vjen në një farë mënyre. Ky qytetari, unë aty e trajtoj gjërësisht, përveç se kam në një libër që ka të bëjë me globalizmin, po ai është më mbrapa këtij libri. Ne kemi nevojë që të përshtatemi me qytetërimin global për disa vlera abstrakte që duhet kemi ne si qytetarë. Edhe më lejoni të theksoj këtë gjë që është shumë e rëndësishme. Qytetari i sotshëm, qytetari shqiptar do të jetojë pikërisht në këtë botë që është e përfshirë nga globaliteti, nga globalizmi dhe nga globaliteti, që është një proces gjithëpërfshirës. Jam i bindur që bota do të eci drejt, ka njerëz që më kundërshtojnë, po unë jam i bindur dhe i vendosur të them që bota do bëhet gjithnjë dhe më e mirë, bota do bëhet gjithnjë dhe më e hapur, bota do bëhet gjithnjë dhe më konvencionale nga pikpamja e kufive, do bëhet më e integruar kulturalisht dhe edukativisht. Ka një debat shumë të madh që kjo globalja me glokalen, me këtë raporti midis asaj që është globale dhe asaj që është lokale, dhe që Anthony Giddens dhe të tjerë kanë gjetur termin glokale, si do të kombinohet, por unë jam i bindur që ne kemi nevojë në këto momente që të spikatim disa tipare universale të qytetarit. Më lejoni ta theksoj. Është detyrë imperative e të gjitha institucioneve të edukimit, familjes, të kulturës, të medias, të kujdo. Ne kemi nevojë që të krijojmë të qytetarin me vlera abstrakte. Dhe kur them abstrakte, nuk kam në kuptimin cilësi abstrakte që s'lidhen me njeriu. Po ne kemi nevojë që të kemi parametrat e qytetarit evropian dhe qytetarit global, në mënyrën e sjelljes, në mënyrën e komportimit, në raport, në mënyrën si ndërtojmë marrëdhëniet me institucionet, në mënyrën si respektojmë, është një temë e veçantë aty, besnikëritë e qytetarit ndaj shtetit, është shumë e rëndësishme.
Është shumë e rëndësishme. Shikoni, ne gati jetojmë në një gjys anarkie tani, sepse erbasere gjithë qytetarë, një pjesë e madhe e qytetarëve i kundërvijnë shtetit. Dhe në një farë mënyrë për shkak të politizimeve, gjysma është kundër shtetit, gjithmonë. Domethënë, për fat keq, kështu ndodh tek ne, kur në të vërtetë ne kaluam nga një shtet ku njerëzit ishin nën shtetas dhe ishim në një shtet totalitar, të nënshtruar totalisht, pa jetë personale, pa jetë private, pa kualitete. Në një jetë që, siç them unë në libër, flisnim ndryshe nga ç'mendonim dhe mendonim ndryshe nga ç'flisnim. Asnjëherë ishim një hipokrizi sociale totale, tej për tej. Po si është e mundur, profesor, që pas këtij kalvari që ju e përshkruani me të drejtë, sërish neve na pëlqen të ndahemi në raport jo me interesin ton, se do ishte shumë e mirë sikur të ndaheshim, sepse ndasit ekzistojnë, opozitarizmi është i pranueshëm, por jo për interesin qytetar, por për interesin partijak, politik. Kjo është e vërtet. Në qoftë se në të kaluar ne ishim në shtetas dhe konformoheshim totalisht, tani konformohemi për gjysmë. Sepse natyrisht këtu janë bërë dy politika dominante dhe qytetarët në një farë mënyrë janë ndarë në gjysmë, si thuash, një pjesë janë me një pjesë dhe një pjesë tjetër me pjesën tjetër, dhe her pas here mendojnë që janë qytetarë, pikërisht ngatërojnë qytetarin me militantin. Në të vërtetë, ky është një defekt shumë i rënd i periudhës së tranzicionit në Shqipëri. Dhe jam i bindur që tranzicioni shqiptar, siç i ka dhënë deformime të rënda politikës shqiptare, e cila s'është akoma në standardet europiane, ashtu i ka dhënë deformime të rënda dhe qytetarit, i cili është i detyruar që një lloj konformizmi me totalitetin tani ta bëjë një konformizëm parcial, të përshtatet me pjesën ku ai siguron interesat e tij pragmatiste. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Në një farë mënyre, unë kam thënë aty që ka një problem shumë të madh me qytetari me opinionin publik, qytetari me organizimet e jetës sociale, qytetari me shoqërinë civile. Siç e dini, ne edhe, domethënë, ky qytetari duhet ta shfaqë qytetarinë jo vetëm individualisht dhe në rrugë, po do ta shfaqë duke qenë këto organizimet e jetës sociale, siç janë organizimet e shoqërisë civile. Po shoqëria civile në shoqërinë tonë, e cila e filloi shumë mbar, më pas siç e dini gjatë rrugës u korruptua, u mercenarizua. Gjysma u bëhe majt, gjysma u bëhe djathtë, dhe qytetari i cili shkon si qytetar të marrë pjesë në këto organizime të shoqërisë civile. Ndjeti përdorur. Po pra, ato njëra është për ambientin, tjetra është për problemet e tjera, tjera është për dhe qytetari ndihet që më në fund pasi merr pjesë si qytetar, duhet të shfaqë një lloj orientimi politik duke u bërë militant. Kjo deformon esencën e qytetarit. Prandaj unë them që ne nuk mund të kërkojmë shtetit atë që duhet të kërkojmë institucioneve të tjera që kanë një rëndësi shumë të madhe, siç është shoqëria civile, e cila duhet ndihmojë në formimin e substratit të qytetarit shqiptar. A vërejni ndonjë ndryshim gjatë viteve të fundit në raport me angazhimin qytetar dhe ato që ju thatë me institucionin e shoqërisë civile? Për fat të keq, kjo është pika ku kam dyshime dhe nuk jam shumë optimist. Më ka pëlqyer në mënyrë të jashtëzakonshme reagimi ndaj armëve kimike. Është një model par excellence, ishte i rrallë, ndoshta mund të jetë unikal, ndoshta mund të jetë i vetmi që ka ndodhur, i cili besoj që edhe pse mund të kishte ndonjë interferencë politike, në përgjithësi ishte një lëvizje vërtet qytetare. Aty kanë marrë pjesë, kemi marrë pjesë të gjithë si qytetar, ç'është e vërteta. Dhe reagimi, ai ka qenë një model shumë i mirë i zërit të qytetarit, i atij që duhet të reagojë në mënyrë duke pasur suzerenitetin e tij mbi veten dhe mbi autoritetin e tij. Ne kemi probleme me jetën qytetare, ne kemi probleme me jetën shoqërore dhe me jetën politike, pikërisht se nuk kemi qytetarin. Unë kam thënë me 100 herë se më pëlqen shumë një tezë Jean-Jacques Rousseau që thotë më jepni qytetarin se bëj unë qytetërimin. Dhe ne kemi nevojë që të bëjmë qytetarin në mënyrë që të rregullojmë qytetërimin ton, raportet që kemi me shtetin, raportet e natyrshme që kemi me shoqërinë civile, me institucionet e tjera, me organizimet e jetës sociale e tjera. Dhe unë jam dalur gjatë në kapitullin e dytë, pikërisht me këtë raport që duhet ketë qytetari me institucionet. Dhe kur them me institucionet, kam parasysh institucione sociale, të gjitha llojet e organizimeve të jetës sociale, duke filluar nga familja, ku siç e dini kemi probleme shumë të mëdha të jetës qytetare. Familja shqiptare nuk akoma kemi probleme, qytetari është i dhunshëm, është i papërgjegjshëm, ka raporte delikate me fëmijët, vuan familja shqiptare nga autoritarizmi, nga maskilizmi, nga gerontokracia, nga sundimi të moshuarve, dhe këto tregojnë që vetë familja, kjo bërtham, ky institucion themelor i shoqërisë nuk është bërë akoma qytetar, pikërisht nga që nuk përbëhet nga qytetar. Pra në një farë mënyrë ne kemi nevojë që të ndërtojmë një lloj demokracie qytetare, vertikale dhe horizontale së pari në familje, pastaj dhe në institucionet e tjera të jetës shtetërore, shoqërore dhe politike,
ku përsëri duhet të shfaqemi si qytetar. Për ta përmbyllur në një pyetje që më lindi pikërisht si pasojë edhe tematikës që trajtohet në librin tuaj, ka të bëjë me gjithçka që evoluon dhe që ndryshon në përputhje me imperativin e kohës moderne. Në këtë kontekst, unë do doja dija nga çfarë kemi hequr dorë në këto 24 vjet si shqiptar, si shoqëri, për pjesën e vlerave që karakterizojnë, që duhet karakterizojnë kornizat pra sociale dhe të orientojnë sjelljen qytetare. Ka ndodhur një revolucion i vërtet e vis dhe është duhet vlerësuar fakti që qytetarët shqiptar, shoqëria shqiptare në mënyrë gati radikale është shkëputur nga e kaluara e tij. Mos harroni që ky revolucion nuk është i lehtë. Ajo që ka ndodhur në shoqërinë shqiptare, e cila pothuaj nuk po them që i përmbysi tërë sistemin e vlerave të shoqërisë, por radikalisht i ka ndryshuar ato. Dhe mos harroni që qytetërimi bëhet mbi bazën e piketave që ka një shoqëri, të vlerave që ka një shoqëri, dhe në këtë pikpamje unë them që ndryshimi radikal nga e kaluara është shumë pozitiv. Mund të ketë qenë pak anarkik, mund të ketë qenë pak brovnian, kështu i shpërthyer etj. Mundet që bashkë me ujërat hodhëm dhe foshnjën nga pak, po pastaj kemi marrë foshnjën dhe po fillojmë ta ushqejmë mirë që të shëndoshet. Po largimi nga e kaluara i shoqërisë shqiptare është një akt me të vërtet i madh emancipimi i shoqërisë tonë. Unë jam besim plot që ajo që ka ndodhur në këto 22 vjet, duke thyer modele, paradigma, duke ndryshuar sistemin e vlerave, duke rrëzuar tabut dhe shumë tabu, jo vetëm karakterit moral, po dhe tabut të tjera sociale, hapën një hapësirë për të ndërtuar piketa të reja. Po natyrisht, unë nuk mund mos them që pikërisht rrëzimi i sistemit të vlerave na gjeti në një vakum. Dhe qytetërimi ju në ndodh bosh. Filluam pastaj të marrim modele, të imitojmë, sigurisht imitimet her pas here janë modele për të marrë një uri, po her pas here janë imitime mekanike dhe natyrisht transplatimet e sistemit të vlerave të tjerëve të ne. Shtrembërojnë realitetin realisht. Sigurisht, sepse nuk e ke kontekstin për të përshtatur atyre. E në këtë pikpamje është u krijuar një gjendje, por jam i bindur që tani më qytetërimi shqiptar më duket se ka filluar të gjej piketat e reja të orientimit të saj drejt modernitetit dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ne mund mos e dallojmë, mund të na duket që kjo s'është e vërtetë, sepse natyrisht po dalësh në rrugë do ndeshesh me shumë gjëra që thua çfarë ke këto gjëra që po na thua që po shkojmë drejt postmodernitetit apo drejt qytetërimit evropian kur ndodh kjo. Të gjitha gjërat ndodhin në një shoqëri tonë, sidomos në një shoqëri sapo ka dalë nga tranzicioni, por rruga që kemi zënë, tempi që kemi marrë, mentaliteti i qytetarit shqiptar është modern. Është në hullit e dura. Është në hullit e dura dhe unë kam besim që domethënë me shumë kujdes nga institucionet tona sociale, duke filluar nga familja që mbetet një institucion, sepse në librin tim merrem një kapitull të veçantë, problemet e edukimit që është shumë i rëndësishëm për edukimin e qytetarit, sepse siç dihet, qytetari them në librin është pikërisht i fundit fare, nuk është cilësi e trashëguar, por është një vlerë e fituar dhe më lejoni ta theksoj këtë gjë. Her pas here në shoqërinë tonë ka një mentalitet aristokratik, të cilën e përdorin disa njerëz tonë që unë jam qytetar, se unë kam qenë qytetar, se gjyshi im etj. Sigurisht, stofi edukativ i familjes, trashëgimia shumë e rëndësishme është. Po kjo nuk do të thotë hiç që mund mos shtosh metamorfoza nga një origjinë qytetare të degradosh. Ashtu siç një njeri që është krejt nga një familje zakonshme, apo nga shtresa, nga klasa e mesme që është dominante e shoqërisë tonë, mund të bëhet qytetar. Cilësia e qytetarit fitohet në jetë. Ajo nuk trashëgohet, nuk dhurohet, nuk është një paket që ta fal dikush. Atë njeriu e fiton individualisht në jetë. Unë mendoj që me këto fjalë do të ishin të përshtatshme për ta përmbyllur si një mesazh shumë i mirë për ta lidhur me atë që u that pak më përpara, është e rëndësishme që të ndërtojmë së pari qytetarin dhe më pas qytetërimin. Dhe për të gjitha pikpyetjet e tjera, përgjigjet e cilave ndoshta nuk patëm kohë që t'i shtëronim të gjitha, do të shërbej libri Qytetari dhe Koha Moderne. Profesor, unë ju falenderoj shumë për pranimin tuaj në studio. Faleminderit shumë. Dashur miq, ka qenë kjo puntata e ditës së sotme. Me këtë bisedë ne kemi përmbyllur dhe serinë e takimeve tona të pazites për këtë javë. Bashkë rishihemi të hënën ora 16 sërish këtu në UTV News. Deri atëherë, fundjavë të mbar. Miru takofshim.